Sa herë që realizohet një ëndër, ty të lind një ëndër tjetër. Kur jemi te Otello, është edhe vepra e fundit me cilën ke punuar. Otello në fakt ka qenë një proces, ka qenë një periudhë, një vit e gjys, një vit që jam marrë me ndërtimin e konceptit, por ndërtimi i konceptit për në Shqipëri, sepse paraprakisht isha marrë me vetë. Ndërtimi i një lloj strukture mbi të cilën do udhtoja për të mëshuar në temat e nevojshme për vendin ku po e vëm vepër. E veçanta e veprës Otello Shakespeare është që fillon si një vepër e cila trajton aspektin politik të shtetit dhe pastaj thellohet në dimenzionin familjar të një njeriu të pushtetshëm dhe ca njerëzve të tjerë. Në aspektin estetik besoj që kemi arritur diçka ndryshe dhe edhe vetë fakti që ne në premierë kemi patur 8 shfaqjet e para të shitura është është një shenjë që publiku shqiptar i Shqipërisë ka qenë i etur për vepra të tilla, ka qenë i etur për Shakespeare, na dëshmoi që publiku ka nevojë për kryevepra botërore. Tragjedi të tilla ndodhin edhe sot? Patjetër, prandaj janë aktuale dhe prandaj këto autorë janë të mëdhenj. Ndjenja të qenit i përjashtuar që e ka ndjerë vetë Shakespeare kur ka shkruar Otellon, në realitetin ku e ka punuar, është aktual, dhe sidomos në vendet në tranzicion. Në realitetet vendeve në tranzicion, çdo i dyti apo çdo i tretë njeri ndjehet i përjashtuar aty ku mendon se përket. Çështja e manipulimit, xhelozia, ajo që ndikon nga problemet familjare në problemet e udhëheqësisë së shtetit, pra. Dua të fokusohem pak tek eksperienca jote në teatrët e Turqisë. Vepra e fundit që kam punuar në Turqisht ka qenë shfaqja Curler të Verbit. Dhe realisht ka qenë një sukses i madh. Vepra ka qenë pjesë e një ndër festivaleve më të rëndësishme teatrit në botë që është Mitem. Ta i kam patur edhe shfaqje tjera, të cilat i kam punuar dhe kanë qenë pjesë e festivale. Janë shfaqur në Teatrin Kombëtar të Stambollit, janë shfaqur në festivalit të Bursës. Por ajo e cila besoj që më ka bërë si regjisor të njohur për realitetin turk dhe për komunitetin artistik turk, më së shumti ka qenë Curler, për nga aspekti logjistikës, për nga aspekti i madhësisë së projektit, për nga aspekti i të gjitha komponentëve ka qenë më e vështirë Jul Cezari. Ka qenë një projekt shumë i madh në Kroaci, i cili është vënë në një ambient në Pallatin e Dioklecianit, vetëm për menaxhimin e publikut, sepse vendi ku është vënë aty shfaqja në portën e argjend të Pallatit Dioklecian ka qenë një vend që në periudhën e ngushtit kalonin 10 deri 15.000 turistë në ditë. Ka qenë një konglomerat organizativ që kanë qenë të angazhuar nga fillimi deri në fund procesit 150 veta. Ne kemi punuar 3 muaj atje për shfaqjen, por paraprakisht kam punuar edhe një vit e gjys 2 për projektin. Për një periudhë kohore të shkurtër relativisht kem një sasi projektesh dhe të jenë projekte që janë realizuar me institucione teatrore të ndryshme dhe kjo është në fakt një sukses që për moshën që kam unë mund të quhet sukses. Qelsi i këtij suksesi ka qenë dramaturgjia. Kam qenë gjithmonë i kujdesshëm për veprat që zë. Momentalisht jam te Shakespeare-i, domethënë është Shakespeare-i imi 4 edhe jam shumë i lumtur. Mezi pres ta filloj të 5. Do të ripar në qasja e shtetit që kanë raport me kulturë. Pra rajoni edhe shqiptaria kanë buxhete qesharake krahasuar me vendet ku ne duam të atërojmë. Aspekti teknik, mundësitë teatrore, angazhimi i njerëzve dhe prapa skenës që duhet jetë në çdo teatr. Pastaj vim te aspekti artistik, nuk mund të pretendojmë se kemi teatrot mirëfillta kombëtare ku mungojnë kryeveprat botërore. Në teatrin shqiptar në përgjithësi ka hyrë një mikrob, po them unë, mund kolegët e mi mund edhe ta kritikojnë këtë fjali. Ka hyrë një mikrob i mendimit që duhet t'i ofrojmë sa më shumë komedi publiku. Nuk besoj te kjo.